të gjithë e dim kur bëhet fjalë për këta të vëmëros. Këta e kanë marrë rrugën mbrapsht dhe vazhdojnë. Mirë po, me siguri për ju dhe për opinionin, jo për ne, habit dhe habisin sjelljet e BD-s. E këta të BD-s, për dallim nga vëmëroja, kanë një strategji tjetër. Këta flirtojnë me të gjithë, me ndërkombëtarët, me gazetarët, me LSDM-n, mirë po në fund, gjithmonë përfundojnë në shtratin e vëmëros. Dhe për këtë gjë, fare nuk skuq. Dhe për këto dy ligje, për mediat dhe për shërbimet audio dhe audio-vizuele të mediumeve, t'i rikujtoj edhe ata edhe opinionin, ishte vetë lideri i tyre që tha se nuk do të lejojnë që të kalojnë këto dy ligje. Edhe është mirë t'japin një sqarim të opinionit se çka ndodhi që sot këta të BD-s t'i përkrahin këto ligje. Janë e ligjet i kemi për para vetës. Dhe nga deklaratat që i kanë dhënë vetë lideri i BD-s atë ditë, dhe me thonë prej atë ditë, e deri tani, as një pik dhe as një presje nuk ka ndryshuar në këto ligje. Dhe me që nuk ka ndryshuar as një pik dhe as një presje në ligj, çka ju shtyri të ndryshoni në vendimin që e morët më herët mos i përkrahni? Këtë duhet t'u sqaroni opinionit. Andërsa ne e dim shumë mirë. Dhe këto dy ligje ilustrojnë më së miri gjithë tradhtit që i bën BD-ja deri tani. Flasin diçka tjetër dhe veprojnë komplet në kundërshtim në ata që flasin dhe në kundërshtim dhe në dëm të interesave shqiptar. Asa për ligje dihet. Ligji është shumë i dëmshëm, cenzuron mediat. Ashtu nuk kemi mediume të lira, vetëm me ligj legalizohet cenzura. Dhe është tejet i dëmshëm për shqiptarët, sepse gjithmonë në çdo ligj vetëm edhe 5 sekonda goditet shqipja. Gjithmonë në çdo ligj goditet shqipja. Veprat audio dhe audiovizuale shqipe i bëni maqedonase dhe i kufizoni emitimet e kanaleve nga Kosova dhe nga Shqipëria. Nuk keni marrë pjesë, nuk keni dhënë asnjë kontribut për të përmirësuar tekstin e këtyre dy ligjeve, dhe tani këtu duke kaluar hytet në sallë dhe të thoni diçka për shkak se nuk keni koncept për këto dy ligje dhe nuk di si e merrni guximin, jo vetëm se të mos thoni fjalë për çështjet parimore principiale të këtij ligji. Kjo sjellje juaj është e patolerueshme dhe unë nuk e di pse kryetari nuk ju ndërpreu, ndërsa ne qëndrimin tonë si Bashkimi Demokratik për Integrim do të thuajmë në vijim. Ti përdit gënjen edhe kur nuk skuqesh. Ish pa turp. Ti vetë në fillim, kur ish në këtë seancë ky ligj, vetë dole dhe the se ligji, në këto ligj janë inkorporuar direktivat e Unionit Evropian dhe rekomandimet e OSBE-s, që më njëherë ditën e nesme të del të demanton vetë përfaqësuesit e OSBE-s dhe Unionit Evropian se ligji nuk përmban asnjë rekomandim të OSBE-s dhe asnjë direktiv të Unionit Evropian. Po ju jeni të shitur, vetë dihet kjo. Proceduralja ime ka të bëjë edhe matë që ky zotnia këtu as që i shkon ndërmen e tradhton gjuhën e vet për çdo ditë, dhe çka mund presim për njerëzve të tillë që tradhtojnë gjuhën shqipe, nshejnë proteste për shkak tradhtisë të tyre që i bëjnë gjuhës shqipe dhe shqiptarëve për çdo ditë, kërkoj pauzë në afat prej 1 ore.